Koha jon debat nga Nikol Lesi. Nuk jemi këtu sepse është e lehtë, por ne jemi këtu sepse është e drejtë dhe sa do vështirësi që të ketë. Kur e drejta është në anën tonë, ne nuk do ndalemi. Via e kuqe e Sali Berishës është ndarse bashkëpunimin e krimit. S'pari njerë zotria ka frikë nga gara. A jemi 15, a jemi 15.000, ta hap garën dhe të mbaj premtimin që ka dhënë që nëse unë zgjedhet nuk do t'jetë më kryetari i Partisë Demokratike dhe nuk ka të drejtë rikandidojë. Ervin Saljani nuk po nalem këtu në drekat dhe darkat me Oltion Bistrin në Burg dhe Plum Gjokën. Verën e kaloj me Ergysa Agasin në drekat dhe darkat. Në një kohë kur në Ergysa Agasin e kisha sulmuar me 100 herë. Keni parë që kërkohet kontrolli nëse është mirë nga gjendja mendore. Ose e ka nga frika, ose ka nga në një hall tjetër, po duket që këto mund të thotë vetëm një njerëz që nuk është stabil mendërisht. Përshëndetje. Sonte kam të ftuar një personazh që ka trazuar Berishën, Partinë Demokratike, kupolin e Selis Blu, i cili ka filluar një lëvizje në bazën e PD-s. Fillimisht e nisi në Durrës, mos gabom, dhe pastaj në gjithë Shqipërinë. Shohim njerëz, shohim plot sallat. Berisha thot janë socialista, janë njerëz të Ramës. Saljani, që kam ftuar sonte, thot janë demokratë që duan ndryshim. Pra, më njëherë po filloj, kam ftuar zotin Ervin Saljani, ish deputet, i burgosur, që ke bërë burg për PD-n. Faleminderit që erdhe. Kënaqësi. Mendoj që kishe shumë se 5 emisione. Ka pas impakt, tregon. Ervin, sa kemi filluar? Tani me lejo të them që me ato që dëgjuam, me të shohim për ditë, dera PD-s më duket të mbyllur për ju. Pra, Berisha 25 maj zgjidhet prapë kryetari i Partisë Demokratike. Çfarë PD-je do ndryshosh kur PD-n e mban doktori aty me kyç të madh, me flamur nokën afër, ka marrë dhe këto ish miq tuaj afër, dhe PD-ja besoj nuk hapet më. Që Shqipëria nuk është më vitet kaluara ku dikush ngulte hurin, diku edhe thoshte shtoket zanon. Pra, sidomos politika, edhe partitë politike që janë asete publike nuk mund të jenë kështu. Pra, ka një lloj uzurpimi që i ka bërë sot Sali Berisha Partisë Demokratike, duke mbajtur me forcë dhe duke mos respektuar as ligj as norma, por unë edhe për shkak të moshës, edhe për shkak të mendësisë ndryshe, edhe për shkak të një botkuptimi tjetër në raport me politikën, do të vazhdoj një betejë derisa ta çmontoj, po themi, këtë mënyrë të bërit politike dhe këtë uzurpim që Partisë Demokratike po i bën Sali Berisha. Ajo që është e dukshme tani më, ju e njihni mirë politikën, se keni vite dhe keni mbajtur edhe kosto edhe në këtë media ku jemi, është që Sali Berisha për herë të parë po tregon frikën, po tregon frikacak. Pra është e qartë që në 36 vite ka kërkuar kandidat që t'i hynë në garë për pavarësisht se nuk ka pas garë, për të legjitimuar, po themi, pjesën e procesit të vetë, këtëherë Sali Berisha ka frikë të përballet në garë. Unë po i kërkoj garë, duke shmangur dhe një premtim që ai ka bërë vetë dhe që ka futur në statut që kryetari që nuk e bën Partinë Demokratike fituese, e mandatin me njerë dhe nuk ka drejt të rikandidojë. Pra ne nëse i kërkojmë Edi Ramës që të bëjë 10 lira të ndershme dhe të barabarta, dhe mirë bëjmë që i kërkojmë se kjo është normë e përgjithshme, atëherë duhet të tregojmë modelin tjetër, që ne vetë i bëjmë 10 lira të barabarta dhe të ndershme dhe që respektojmë kushtetutën e partisë. Më falë që po të them, po nëse më lejon, duke parë gjithë kontekstin e ngjarjeve, duke ditur si funksionon Partia Demokratike në 35 vite, duke njohur Berishën nga afër shumë më mirë se ju, kam përshtypjen se i ke hyrë detit në këmbë me guxim, me kurajo. Natyrisht që shumica e demokratëve sa kam takuar të paktën tek këtu lart e poshtë të mbështesin, duan ndryshim leadershipi, duan të rikthehen në pushtet, janë shumë i thon 13 vite në opozitë. Jam dakord me ju, po problemi është si do ta marrësh te PD, ta ndryshosh. Kjo s'pari një ndryshimi, bota ndryshon nga idealistët dhe nga njerëzit që përpiqen. Sklever edhe njerëz që janë që rrinë të skllavruar në tutelën e zotit Berisha është problemi tyre. Unë ditë them që do ta vazhdoj, kjo nuk është një betejë, po themi, si boksi që hyre në ring edhe mbaron me disa raunde, është një maraton. Dhe unë jam përgatitur që këtë maraton ta fitoj.
Nuk është e lehtë, janë 35 vite trashëgimi dhe nga ana tjetër janë 35 vite që nuk respektojnë rregullat edhe në Partinë Demokratike, duke u trajtuar si një pronë private. Ajo që ditë them është që mbështetja ka qenë masive. Ju tha me të drejtë që atë që thot Berisha që mbështetet jo nga demokrat, por unë i sfidoj edhe këtu te ju po të duan ose ku duan, të vim, të marrin sallat e takimeve që bën zoti Berisha, që janë gjysma po themi salla është gjysma e atyre që kam unë për të njëjtat qarqe, të marr edhe unë po themi me foto takimet dhe unë të identifikoj një për një me emër ku janë si janë demokrat, të gjithë zotrind, edhe në cilat lagje punojnë për Partinë Demokratike, nga ana tjetër të vinë zotrind dhe të thonë cili është socialist në sallat. E kuptoni ju që ai çfarë nuk po shpik nga halli, Sali Berisha çfarë nuk po shpik nga halli dhe nga belaja që e ka zënë, dhe nuk gjen dot në një sallë që thotë që ky këtu, që është e thjeshtë ajo se ka kamera, dhe dini që kamerat e vetaj në çdo takim, të vetmen kamera që lejon përveç atyre që i transmetojnë Facebook, janë të doktorit. Është kamera e zotris. Për të parë se kush ka ardhur. Për të parë dhe i fokuson një nga një, pse mos gjen në një që është socialist apo jo. Dhe pastaj i frasi një nga një. Se duhet themi, po nuk i pyet më njëri, se duhet themi edhe gjë tjetër, që kesh mendësi e Partisë Punës. Po doktori nuk është më në Partinë e Punës, ka qenë për vite me radhë, tani është në një parti tjetër, është në një sistem tjetër. Dhe nuk do t'ja di me njëri se i thu ti ku di unë me familje, me fis, me qamerët, me budalliqet e veta. Pra nuk ka gjetur një njëri dhe vetëm që tjetë se mund të ndodhur edhe nëse vinin për shembull socialist, ata janë votues apo jo. Mund të jenë të zhgënjur dhe vinin. Vota s'kan gjë. Por nuk ka qenë kështu në çdo qytet. Unë kam bërë takime me strukturat e Partisë Demokratike, me drejtuesit e strukturës së Partisë Demokratike që mbledhin vota për Partinë Demokratike. Dhe Sali Berisha di mirë, prandaj nuk bën garë. Sepse nëse bën garë, i gjithë ky miti që është krijuar, që është i pathyeshëm në parti, që kontrollon partinë, do t'i rrëzohej në tokë. Me diferencë të madhe madje. Ervin, më lejo të bëj disa pyetje. Sa dush. Kam shkruar dhe ky është emision Koha jon debat. Ndryshe nga kur ftohen analistë që bëjnë debate, sherrë, për rilsa, unë kam zgjedhur në mënyrë tjetër, face to face, në të ftorin. Pyetja është, a ke shoqërues me vete kur lëviz në përrethje e vinë, sepse po ta bëj këtë pyetje se ndodhi edhe në darkën e madhe të presidentit Trump që një i çmendur që hyri me armë dhe desh trazoi gjithë, që pa gjithë bota, president gjithë shtëpinë e bardhë. A merr njëri me vete sepse mund këto militantët e PD-s mund të agreson, i ke trazuar, u ke prishur qetësinë Ervin. Po e them, a mendon ndonjëherë edhe për veten tënde kur shkon? Të vetmit që janë të shqetësuar dhe që është prish qetësia është kupola uzurpatore e Partisë Demokratike. Pra, e drejtuar në Sali Berisha. Nuk kanë me njerëz. Ju e keni parë që në të gjitha takimet nuk ka pasur jo vetëm njerëz që të krijojnë incidente, por nuk ka pasur një njeri që tjetë në mbështetje të zotit Berisha. Ndërkohë që në takimet e Sali Berishës ka pas njerëz që i kanë kërkuar llogari për lëvizjen që po bëjon, apo jo. Pa diskutim që kjo që thoni ju në duke pasur. Sa thash miqësisht që një roje me vete Ervin se kjo është ju bët shumë mirë edhe ju e keni provuar në kurriz si media, por ditë them gjë që në takimet e mia ka prerë njerëz që nuk janë shoqërues, por janë mbështetës të mitë dhe nuk është e lehtë, por do ta bëra gabim që ta thash ke. Bëra mirë, unë eci vetë nëpër qytet, po që se ka njëri me merak, eci vetë, dal vetë, nuk kam asnjë problem, nuk besoj se ka njëri kaq guxim, po edhe këto i ka marrë parasysh, nuk është se nuk i ka marrë. Unë e njoh mirë historinë, edhe ato të shkruar, po edhe ato të pathënët, që i dim gjithë nëpër tavolina, po nuk thuhen shumë publikisht. Ervin, nuk ta përsis më, njëherë ta thash me një lloj krijimi sigurie rreth vetes, sepse ka njerëz të ndryshëm, ka dhe çmendur këtë botë. Mund të lloj. Po më shumë se sa njerëz që mund të ketë, se nuk ka njerëz të shqetësuar që i kanë Sali Berisha, njerëzit janë të shqetësuar pse ai po rri. Por pa diskutim që njerëz të paguar mund të ketë. Dhe unë i kam marrë parasysh gjitha. Atëherë të bëj një pyetje tjetër. Ju e nxjerrni Berishën si pengues të fitores së PD-s, si njëri që duhet iki, si njëri që edhe për moshën fizike, përveç moshën që ka 35 vjet në krye të PD-s, si njëri që nuk po sill demokratët në pushtet.
Në këtë rast, kush është më rrezikshëm për Partinë Demokratike? Vetë Berisha apo kryeministri Rama që punon me gjitha mënyrat kundër opozitës? Dhe mos harro, më fal, se edhe kur ishte në pushtet Partia Demokratike, pra partia juaj, edhe ajo punoi me të gjitha mënyrat për ta shkatruar Partinë Socialiste. Pra është normale në realitetin shqiptar. Pra, pyetja është, më rrezikshëm është Edi Rama për PD-n apo Sali Berisha për PD-n? Shko, ne nuk e zgjedhim dot kundërshtare. Pra kundërshtari është ky që është. Kundërshtari i Partisë Demokratike është Edi Rama. Nuk është problem nëse Edi Rama ble drejtues të opozitës, këtu problemi thelbësor janë drejtuesit e opozitës, nuk është Edi Rama. Pra është Berisha. Edi Rama dihet se çfarë përfaqëson, dihet që i përdor gjitha metodat për qëndruar në pushtet. Problemi është tek këta që kanë kënaqësi të marrin edhe të ngjyhen, po themi, gjithandej me Edi Ramën. Sepse me të drejtë ju thatë kam punuar për ta shkatruar në Partinë Socialiste dhe ka marrë deputet Partisë Socialiste Sali Berisha kur ka qenë kryeministër. Ju e mbani mend, keni qenë aty. Po themi pjesëtar aktiv i ngjarjeve në histori. Sot unë ditë ju them një gjë, që ekipi që ka Sali Berisha është ekipi i humbur si zgjedhjeve të vitit 2013. Pra kanë humbur me një diferencë të madhe votash kur kanë qenë pushtet, kur Rama nuk i vithe, nuk kishte krimin, nuk kishte bandat, ishin vetë në pushtet. Tani si do frymëzoj njëjti ekip drejtues, i cili e ka çuar në 11 maj Partinë Demokratike në rezultatin më të keq të mundshëm. Dhe po jo marr një rast, Lulzim Basha megjithse nga po themi kishte një perceptim të pranuar, po e quaj kështu, që ishte drejtues i dobët, dhe Edi Rama kishte të gjithë infrastrukturën që e ka sot, plus disa njerëz shumë të rëndësishëm kishte përpara, pra nuk kishte burgos Erjon Veliaj, nuk kishte burgos Vangjush Daka, nuk kishin kërkim banda e Elbasanit, e Durrësit dhe kështu me radhë. Diferenca ishte 30.000 vota. 2021. Tani diferenca në të njëjtat kushte, por me një ramë më të dobësuar, më të konsumuar, me Sali Berishën kryetar, diferenca ishte 300.000 vota. Partia Demokratike ka marrë më pak vota dhe se në vitin 1997. Pra ne nuk mund të themi dhe të bëjmë miopin e themi që shiko, që këtu njerëzit po shkulin flokët për Sali Berishën, për t'i Edi Rama. Në politik, lideri bën diferencën, u pa në Ungari, dhe Sali Berisha nuk e bën dot fitues Partinë Demokratike. Edhe nëse do të ishte se ju përmendët moshën, unë nuk kam asnjë problem me moshën fizike, madje është i respektuar çdo i moshuar që ka kontributin e vet shoqëri. Por Sali Berisha ka moshë politike sa çka mund moshën fizike. Ka 36 vite në politik. Unë jam 38. Pra ka konsum, ka përballje, ka mosmbajtje premtimesh, ka gënjeshtra ndaj njerëzve të caktuar, ka dëme që i ka bërë shoqërisë. Tani si mund të jetë shpresë e dëgjoj të vi gjenerata Z. Po gjenerata Z nëse ngrihet, duhet ngrihet për vete se i kanë marrë frymën po këta njerëz. Dhe po e mbylla, po nuk u çmontua Sali Berisha nga opozita. Nuk i ikën Edi Rama. Mos i fus pastaj këtu një element tjetër që të gjithë e dini, ju edhe e keni raportuar. A janë bashkë apo jo? Ky është një perceptim. Rama me Berishën. Tani po, perceptimi në publik është që këta të dy mbajnë njëri tjetrin. Dhe a e mbajnë? Shikojuni bizneset. Një regjim biznesi nuk të ecën mirë. Ervin, ju bët para disa ditësh mos gabohem në një status, një akuzë shumë të rëndë për familjen Berisha. Thatë ndër të tjera që dilën përballë Ofri Kacak, mos gabohem, kështu ishte në fund të statusit. Pra i thatë Berishës Ofri Kacak dilë përballë në votime. Patjetër, dalë edhe në debat po doj, edhe këtu. Sepse ndër të tjera kam informacione që familja e Berishës merr leje ndërtimi, apo nuk kam i saktë në këtë status. Jo përgjigje për njerëz të afërt, në gjirin e lartë ta kanë marrë leje apo jo. Familjarë të tij që se shkruajnë edhe në për komente dhe nga që shkruajnë në komente tek statuset e mia, dikush më sol për gjirin e lartë apo edhe kullat të tjera. Më solli foto. Ervin. Përgjigjet për kullat duhet të japi ai. Unë, kur ta kem provën e saktë, do të dalë para kullës, nuk është se kam një problem. Ke informacion apo ke vetëm dyshim? Dhe ditë ju them këtë gjë, që shumë mirë bën që e përmend tani këtë Ergjys Agasin, që nuk e kanë përmendur derisa u shpall në kërkim, por pse nuk përmend Dermal Beqirin? Se kam qenë komision hetimor për sistemin Timsun dhe të dy palët e hoqën me ceremoni nga lista dëshmitarëve. Ai ka bërë ndryrën e sistemin Timsun. Ky zotëria ka qenë kryetar. Dhe dini ju që pas hyrë në Hamburgun as nuk e çuan raportin e komisionit,
në prokurorinë e posaçme. Është i vetmi rast që një raport i komisionit hetimor nuk shkon në prokurorinë e posaçme dhe nuk është bërë zhurmë fare. E kam thënë 2 herë, ka kaluar kështu. Tani, apo bën opozitë selektive, del bie zjarri aty, nuk e përmend këtë Armandilën. Del bën korrupsion, po themi Belida Balluku apo abuzim, që të jemi korrekt në tunel, se përmend atë Rok Gjokën. Pra çdo ngjarje që ndodh këtu ka selektivitet. Disa përmenden, disa nuk përmenden. Ervin, ç'është kjo opozitë? Me lejo të bëj një pyetje. Ç'është kjo opozitë që përmend me lejo të bëj një pyetje. Flitet për herë oligarkët në këtë vend. Po. Që oligarkë që ndikon në vendimet e qeverisë, pra që qeveria punon për llogarit tyre. A janë krijuar oligarkët në kohën e Berishës apo në kohën e Ramës? Pyetja e parë. Shikoj, se ka një gjë që është me emra njohim të gjithë bashkë, pra më thuaj u krijua në kohën e pushtetit Berishës apo Rama i shfrytëzoi oligarkët e Berishës për interesat veta? Shiko, unë ditë t'ju them këtë gjë që unë nuk kam asnjë problem me biznesin dhe pa diskutim që një parti e djathtë duhet të krijojë kushtet më të mira për të favorizuar biznesin. Këtu ka një bizneset që ndikojnë në politikat e qeverisë për interese personale. Ata që ndikojnë tek bizneset e qeverisë, për këtë themi. Por ata që flitet, përfshi dhe për këta që përmenda unë, kanë qenë njësoj dhe në kohën e Sali Berishës, prandaj nuk i përmend. përmend. Pra janë krijuar në kohën e pushtetit tuaj. Po tani Edi Rama i ka ngritur në një nivel komplet tjetër. Problemi është që Sali Berisha për shkak të lidhjeve, për shkak të interesave, për shkak të detyrimeve morale, unë nuk di se çfarë janë, por fakti është ky që nuk përmend asnjë emër ose i përmend në një periudhë caktuar kohe dhe ndalon. E keni parë se është emblematike dhe mënyra se si flet në publik. Tha, unë nuk i përmend kurrë në një rast. Tha, unë nuk i përmend kurrë, tha, bizneset, kur e pyetën për një emër. Vetëm pas një 30 sekonda është tha, po filani tha, pra unë nuk përmend asnjë nga këta. E harroj. Unë nuk përmend asnjë nga këta që i kanë punët në Terezim me mua. Por ky tjetri që nuk ka lidhje me mua është kështu. Dhe po ta shikosh një opozitë selektive dhe pa fakte. E keni parë si del, pra një njeri që është në e ditë cilin mund të kishte Berisha mund të kthente në avantazh moshën. Një njeri mund të ishte një i moshuar babaxhan, një plak babaxhan që flet me fakte, që krijon një lloj autoriteti moral. Po s'mund ta flasej si po them si këto vllazorët e lagjeve. Filani kështu ishte me këtë në drek, piu kafe me këtë, bëri këtë me këtë. Këto janë gomarligje që po ti thot një njeri 18 vjeç, edhe në shoqëri, po ti në tavolin nuk e pranojnë më orë. Ka ndryshuar shoqëria. Ai ka mbetë akoma në kohën e Partisë Punës. Nuk funksionon më kështu kjo shoqëri. Ka ndryshuar. Ervin, dakord. Se po di merren. Se PD-ja ka ngelur në kohën e Partisë Punës, thoni ju. Prit se do t'ju them edhe një element që është shumë i rëndësishëm. Do të them edhe një element që është shumë i rëndësishëm se unë bisedat e kam parim që gjithçka që ndodh nëpër biseda private unë nuk i flas. Por një gjë u them që gjithë aktiviteti im politik, gjithë takimet e mia në kohën që kam qenë, po themi në pozicione drejtuese, kur Sali Berisha ka qenë kryetari i Partisë Demokratike, janë bërë me dijenin e tij dhe një pjesë edhe mi ka sugjeruar ai për t'i kontaktuar. Kështu që kur të dalë tjetër, pyeteni ose kur ta keni edhe po që se e pranon që ti themi këto bisedat e tavolinave hapur, se edhe me kanun edhe me normë edhe me gjithçka nuk thuhem, po me qenë se i do mund të themi edhe këto dhe ti vim ti themi pak. Me lejo të bëj pyetje. Besoj nuk do të pëlqej, po unë do ta bëj se unë detyra ime gazetarit. Ju keni qenë PD dhe i keni ditë të gjëra, para se keni filluar ftofjen a konfliktin e madh me Berishën. Pse si keni thënë përpara publik? Shiko, mua mund të më akuzosh për të kundërtën, por unë kam bërë një betejë nga shtatori. E di, me një person ke bërë. Po jo me emra konkret oligarkësh. Me Berishën, po edhe tani. Unë kam pasur një, po themi, betejë në vitin 2021, shtator 2021 deri në mars 2022. Dhe kam thënë këtë që po them sot, jam kundër konceptit pronësisë partisë dhe Sali Berisha nuk e bën fituese Partitë Demokratike. Jam nështruar vullnetit shumicës demokratëve që vendosen që Sali Berisha të jetë kryetar se politika kështu funksionon. Këtë që po kërkoj tani garë. Dhe ndërkohë, unë nuk kam kandiduar për kryetar të Partisë Demokratike që të shpalos një vizion tjetër. Unë kam qenë, po themi, mbështetës i një linje që mendonte që Sali Berisha nuk na sjell në pushtet. Dhe mbas asaj nuk kisha çfarë thosha se mua miku një vit në Burg, por dhe nga Burgu kam bërë letra ku kam reaguar në momentin që doli lista e kandidatëve për deputet Partisë Demokratike, kam shprehur keqardhjen që i përjashtoi të gjithë njerëzit që dolën në të votuarit, pra primarët Partisë Demokratike,
nuk u shfrytzuan që më të votuar të tyrin lista, por u shfrytzuan nga ana e Berishës për të identifikuar njerëzit më të votuar dhe për të përjashtuar nga lista. Edhe ta bëj një pyetje? Sa dush. Atëherë, në vitin 2017 mos gabon, nuk e di çfarë moshe keni qenë ju, po në P2 keni qenë besoj. Po, kam qenë deputet. 2017, po. Bërë marrëveshja e famshme Rama Basha. Po. U përjashtuan në listën për kandidat për deputet emrat që ishin VIP, ikon të Partisë Demokratike si Josefina Topalli, Astrid Patozi, Gens Ruli, Arben Imami, mos gabon, e i numër të tjerë emrash që mund t'i harroj nofta nga nxitimi. Dhe askush nuk foli, as ju s'folet, po as Berisha nuk foli. Pra i bëri Basha, apo i bëri Basha me lejnë e Berishës dhe ja la faturën Lulit. Sepse është pak e vështirë për mua, se kam qenë edhe deputet, edhe gazetar i vjetër, 35 vite, e njoh mirë politikën, besoj, nuk besoj që Luli ka guxuar të heqë gjithë ikonat, gjithë kupolën e Partisë Demokratike që ishin popona legjendare, që kishin emër të madh, nga lista për deputet pa lejen e doktorit. Ti si mendon? Megjithëse është pak vonë, po për të krijuar një ide si funksionon PD-ja. Berisha nuk po le të kandidoj për kryetar seksioni një mbështetësimi në fshatin më të largët të Shqipërisë. Jo më në atë to janë bërë me lejen e doktorit, besoj. Sipas jush. Ose me urdhrin e tij. Atëherë është më keq, po do të thonë që pse këto gjithë ikonat janë përjashtuar me po pse vinin dyshim? Po me qenë se i përmendet se janë punë vetë edhe ndjes, po jo, për mua kanë emër të madh në Partinë Demokratike. Auri kthye në krye të Partisë Demokratike, zoti Berisha. A e mbështeti Imami, Bode? Pse nuk i Bode jo, Bode punë vetë po në formë tjetër. Po pse të gjithë emrat që përmendet Patoze, pse nuk riktheu asnjë prej këtyre? Me qenë se është një padrejtësi, po themi, në Partinë Demokratike, që e ka thënë edhe ai që hoqi fibrën politike, se e ka thënë publik mbas 8 vitesh këtë gjë, tani e kishte në dorë të rikthente apo jo? Po është e dukshme fare se çfarë ka ndodhur. Pra doktori fut dorë kudo në Partinë Demokratike në 35 vite, sipas jush. Edhe tek pastruesët, ma. Okej. Edhe ti u them edhe një element tjetër se është e rëndësishme me qenë se është batut humori. Me qenë se kishte është batut humori. Po mirë thërrisni dhe pyesni në një ish kryetar të Partisë Demokratike se nuk jam autorizuar. Si pastruesët e Selis Blu? Ta them edhe me lejen doktorit. Ore çdo gjë po të them. Po ç'e edhe rojnë e oborrit tani mos e nuk e vulgarizo. Ore nuk e diskutim. Se don ta fshikullosh, don ta poshtrosh ti, po kështu. Po jo, nuk është poshtrim, kjo tregon autoritarizëm. Kjo është fotografimi i realitetit. Po qëse nuk është kështu si them unë, ç'e do them? Endre Hoxha s'merre me pastrueset tani, ai sa njohim historinë, kështu që mos po mirë më tjetër gjë se doktori fut hundët edhe në emrin e pastruesve, e të rojët PD-s pas ka mbaruar kjo parti tjetër. Ai kishte pushtet absolut dhe ishte mizor edhe të hiqte qafe. Po unë po të them këtë që di unë, dhe me qenë se më tha ta keni folë, unë kam qenë i vetmi që kam folë për djegjen e mandateve, i vetmi që kam folë në mbledhjet të kryesisë të grupit parlamentar për mos bërjen e gafës për ndryshimin, për lënien e bashkive e kështu me radhë. Pra unë kam qenë ndër të paktët që kam folur aty ku duhet. Pastaj jam nështruar se partitë ju e dini funksionojnë me shumicë, dhe i nështrohesh vullnetit se prandaj jeni një parti politike. Sot e di pse është përmbysur. Shikoj pak tani, Seli Berisha është kandidat në maj. Nuk ka nxjerrë. Sot jemi në kandidati vetëm do fitojë Ervin, mos do fare. Po ka një element tjetër, nuk ka nxjerrë akoma si bëhet fushat, si regjistrojnë kandidatët e tjerë. Po s'ka pse të bëj fushat, pse është e ka mbaruar fushatën. Është farsë. Është mbaruar zgjedhja. Ta themi kështu siç është. Është një farsë dhe uzurpim për interesa personale. Ora ta thash se nuk ke që bën kësaj PD-je, kjo ishte ideja. Jo, unë them që po jo më në borë unë kur du që tani. Çështja është kur të dua. Kur të dua, po. Kur të dua, po. Dhe mos e bëj ta bëj sfidë që të shkoj tani shpejt. Ervin Saliani të guxoj të shkoj te Selia Blu në të kushte? Kur të dua unë. Ja, kur të dua unë. Madje unë kam do të rinë momenti që të nisesh, do të lajmëru 2 ambulanca të rinë të dera e oborrit të Selis Blu. Do të bëjmë kështu, do të lajmëroj paraprakisht kur të jem, edhe do sjellësh po ju vishu pak fort edhe kesh edhe kështu je lek antiplumb edhe kështu vjen një kokore fort. Ju nuk di, ju me të drejtë nuk njihni një gjë.
Ja po Jo, ju jo them. PD-n, mo ti. Jo, ju njihni PD-n deri në vitin 2000, rreth vitit 2000. Jo, PD-n mirë, edhe Sot- pse jam mirë, sot, dy jam po mirë. ju them një gjë, që në Partinë Demokratike Ta këshilloj edhe janë mos shko. Rosh, Mos të lutem nga- ruaj vetë. nga njeri- Ruaj vetën Ervin se nuk je keq, je mirë. Do dalësh me shenja. Sot nga punëtori më i thjesht Partinë Demokratike, deri tek drejtuesi më i afërt që rri afër Sali Berishës, kur ulen tavolina, çfarë nuk thon për të? Ka ik. Ke për doktorin? Çfarë nuk Ka thon? rëshit të thua. Qa nuk Se ke thënë një fjalë aty në Çfarë- hyrje të emisionit. çfarë Duhet bërë nuk thon analizë në mjekësore. Është pak e rëndë kjo? Nëse- A është mjek për vete? Po pse është e rëndë? Është mjek. Po më thuaj ti mua bën, A është mjek i njohur si? Ja da këthe këtu. Ti thua që ka rëshitur. Më thoni ju mua. Ka rëshitur doktori? Unë them të gjë, ka nevojë për të vizituar. po. Ma thoni ju mua këtë, Si unë vizituar? shkoj. Për zemrën apo për mendjen? Po jo më të psikiatër më zotërish. Zemrën është vetë kardiolog. Unë po të them të gjë, po të ma thuash ti mua që shko edhe vizito te psikiatri, unë them hajde e bëjmë këtu në publik. Erin, pas kësaj që thua Presidentëve amerikanë. që Berisha ka Ja, probleme do të them një mendore, gjë. ti mendon të Tre hysh në presidentët selinë e PD-s, presidentët të e hysh në selinë e fundit. PD-s. Do të Kërcasi Dajaku mos. do të lajmëroj. Ervin, të lutem. Ruaj vetën. Dakor, po do të lajmëroj. Unë nuk jam politik, unë jam për argumente. Se dhe policia si do të nuk jam- është nuk jam obor për- partijak, po, nuk hyn nuk dot. jam për- Vetë nda nga druri Nuk i jam për militantëve. forma të dhunshme, por ditë ju çfarë do i bësh them, vetes, ditë ju mo? them një gjë që Po je mirë më Salian, je mirë shu shkon mitingje në Tani përreth aty të kthem pak te kjo. Tre presidentëve të fundit amerikanë ju është kërkuar që të bëjnë kontroll. E kanë bërë. Pra nuk është, po të më thoni ju, unë se kam fare përfyerje, kore, duhet bërë një vizit tek psikiatre. Unë them po, hajde zotri, sepse po the gjëra të cilat janë, po themi, se nuk du ta deproj, po që janë shpifje të pa imagjinueshme, patjetër që duhet bësh një kontroll o zotri, se ndryshe nuk jenë vete. E vjen të bëj një pyetje tjetër. E nise televizjet male, që thash në fillim të emisionit që ka dritëruar, ka trazuar kupolin e Partisë Demokratike nga Durrësi. Po edhe ka tremur, po. Dhe ishe me mjekun e njohur Ilir Alimeti. Në studion ton, mjeku i nderuar, e kisha për intervistë, ndër të tjera, e kam pyetur dhe ka thënë në sinkron në zënën e vet, që përjashtimi, pra vetë përjashtimi me sakt, që ka bërë doktori Salian është i padrejtë. Dhe ajo është antari i PD-s, antari i Këshillit Kombëtar dhe i kryesisë, sipas mjekut Ilir Alimeti. Por e pyeta pse ike? Pse ike? Se ishte në Durrës shumë mirë, të dy bashkë, transmetim live, media dhe rang, u krijua një frymë që dy njerëz të mirë, të njohur, të pa akuzuar, po bëjnë diçka në PD për ta trazuar të PD të fjetur. Pastaj Ilir Alimeti nuk u duk më në takimet tuaja. Unë e pyeta, i thash pse ike më nga Saliani, ai më tha pak a shumë tash, se në sinkron është e regjistruar, që u mjaftoi kjo lëvizje, ky takim i Durrësit për të shkundur PD nga gjumi. Dhe kaq tha ishte kontributi im. Pse iken Ilir Alimeti, pse nuk të flasin nga Zbardhi, Agron Gjakmarkaj, Luciano Boqi, Jorida Tabaku, pjesa që them, Tomo Realizoti që them pjesa me elitare, me perëndimore, PD-s, nofta harrova, Jorida Tabaku nëse e thash. Pse çka ndodhur? Po shohin interesin e vet apo nuk mbështesin në këtë ide që e quajnë ambicie personale apo është një lëvizje që shkon PD-n? S'pare pa përmend emrat, të gjithë emrat që përmendën tani kanë thënë që nuk është përjashtuar dhe jemi kundër përjashtimeve. Dikush e ka thënë më ashpër, dikush më butë, por kanë thënë që Luciano Boqi e kishte në studio, e pyeta Luciano në keq, megjithëse është thash edhe një herë për mua, nofta kam gabim, nga njerëzit më të kulturuar në PD dhe tha që ai është vetë përjashtuar. Edhe i thash, a vetë përjashtuar që ka ikur vetë Saliani apo doktori? Është ka ikur, ka gjeti zgjidhje tjetër. Pra, nuk po të mbështesin qëndrimin publik edhe të Lucianos merreni pak më përpara dhe shikojeni. Ka thënë tjetër gjë, por nuk ka rëndësi. Këtu ka rëndësi. Unë kisha në studio. Këtu ka rëndësi, dakor. Këtu ka rëndësi argumenti. Nëse konformohet edhe ndryshon edhe qëndrimin që ka thënë vet, është puna e tij. Po Gazbardi. Unë dit ju them një gjë që. Po Gazbardi. Unë dit ju them një element se nuk duhet tek Gazbardi. Nuk duhet ty tek emrat fare. Unë dit të them ti je në kurajo dhe mund thuash Gazbardi është me ty apo është me Berishën? Apo mes dyve? Unë dit ju them këtë gjë, që nuk ka asnjë vendimare për përjashtim
dhe nuk ka votuar askush për përjashtimin. Ka përjashtuar doktori tash që... Mirë, po me fjalë pra, nuk ka as vendimmarrje se çfarë vendimmarrje do? Çfarë do jemi? Çfarë vendimmarje do? Ka një vendimmarje. Ka dali malli, doktori i madh, një doktor i madh. Ai thotë është vetë përjashtuar. Nuk të lëmë fare brenda këtë. Jemi politik këtu pra. Atëherë në këtë rast nuk jemi politik. Po ç'i do bësh? Jemi në një pronë private ku punëtor, këta po cili do të jetë punëtor dhe skllavi i tij, mund të jetë. Por kjo rrugë dhe ja ku po ja them këtu, kjo rrugë Partinë Demokratike e çon drejt rrënimit. Dhe unë jam i detyruar që kur shikoj që jemi një hap nga humnera e madhe, të them që shikoj, ne duhet ndalojmë. Nëse të tjerët e bëjnë hapin para, këtu do jemi se politika vazhdon, apo jo? Ja do them një element. Kur thosha unë që mandatat nuk duhet të djegin, e di si ishte atje në mbledhjen e grupit parlamentar. U bën të gjithë dhe si e tha, pas 4 vitesh, dolën të gjithë thanë që të gjithë kemi qenë kundër, po ja kemi thënë e kemi thënë privat. Dole edhe Ilermeta. Unë po do them të gjë. Guximi, po ai ka qenë kundër. Ma ka thënë dhe mua atëherë, për të qenë korrekt. Ka qenë kundër djegjes mandateve, ka qenë president. E bindi Lulbasha me Saliun. Kam biseduar me të, jo, ka qenë kundër. Kam biseduar me të dhe ka thënë pasi ka parë që unë kam pas qëndrim kundër, ta ke mbajtë qëndrim për mua të shumë mirë, sepse kjo e çon Partinë Demokratike dhe opozitën drejt shkatrimit. Po jep një avantazh Ramës. Pra e ka thënë, për të qenë korrekt. Pra, ai ka qenë ndër të paktën njerëz që ka qenë kundër, pavarësisht se ka qenë punë vetë presidencë dhe nuk ka qenë aktiv në këtë politikën e opozitës në atë periudhë. Por kushdo që i bën temena sot Sali Berishës për interes të një kolltuku a karrigeje personale, do të jetë përgjegjës para demokratëve. Se politika bëhet për të bindur qytetarët, nuk është puna bindur 1 apo 2. Dhe thatë për zotin Ali Mehmeti, ne kemi rënë dakord që do të ishte tek takimi i Durrësit, më pas edhe mua më ka thënë këtë gjë, është korrekte, ka thënë që ndodhen disa procese në Partinë Demokratike, u mblot Këshilli Kombëtar, në Partinë Demokratike po themi filluan të dalin në terren, pra dalja ime në përzona e shkundi pak Partinë Demokratike, po është e pamjaftueshme për ta bërë fituese. Dhe me sa duket, unë i uroj suksese, po themi në garën për Bashkinë e Tiranës. Nëse mjeku Ilir Ali Mehmeti caktohet nga PD dhe opozita si kandidat për kryebashkia e Tiranës, ju do ta mbështesni? Shikoj, unë mbështes kandidatë opozitar, pa diskutim, por këtu ka një element i cili është pak problematik sot. Që? Tek ajo që kem thënë që paqartësia strategjike që ka leadershipi i Partisë Demokratike. Unë kam dalë fushat ashtu si Sali Berisha i pari dhe gjithë tjerët, duke thënë që Florian Bini është kandidati më i jashtëzakonshëm për Bashkinë e Tiranës, është kandidat fitues. Po Floriani me sa kemi dëgjuar ka djegur doktori tani. Se tha jo kandidat pavarur. Këtu është problemi pra. Se ju nuk e di e keni ndjekur, por para se sa të shpallej Florian Bini, unë kam dalë prapë në çdo media atëherë, nuk kam qenë duke nis televizën në atë periudhë. Dhe kam thënë që kandidati për Bashkinë e Tiranës duhet të jetë kandidat politik, partijak, se politik është edhe i dali pavarur politik bëhet politik. Kanë vendosur ti edhe ai. Tani si do ta përjashtojmë në atë, sepse di çfarë mesazhi është ky? Që çdo njeri që vjen nga shoqëria të merr Partia Demokratike dhe të flak, dhe si do të vinë tjerët. Dhe e dyta, flitet për doktorin Berishën, më vendos vetë si dojmë. Po që unë kam ikë nga këto, më nuk kam jetuar në periudhën flitet për Enverin. E din, ju e keni parë sa njerëz po ka PD-n se ju e keni ndjek mirë, ama konfirmon, ama ma konfirmo firmën për kryebashkia. Ku të çon? A fiton dot apo nuk fiton dot? Këtë më thuaj. Sepse nuk është çështja e firmat. Se firmat nxjerrim edhe ne 2 kandidatë. E kemi kollaj po du. Unë të kam kollaj. Do jesh kandidat firmat të nxjerr. Jo, nuk do unë jam kandidat për kryetar të Partisë Demokratike, por po them të gjë, është e kollajshme. Kandidat për kryetar të Partisë Demokratike. Në Partinë Demokratike. Në momentin të PD Saliut apo si? Në Partinë Demokratike të Shqipërisë. Dhe do ta shikoni që do të vi momenti që do të jetë kështu. Or 25 maj tani, prit një sekondë të qendrojmë në Bashkinë e Tiranës. Se thotë që e ka thënë ky. Zgjidhet doktori, jo, nuk zgjidhet. Në 25 maj, Sali Berisha uzurpon për interes personal Partinë Demokratike. Jo, fillove, është e vërteta.
Si zgjidhet kur s'ka garë? Merre se ti Po s'ka njerëz kandidat. Ti jo vetëm një mirë shqipe, po vetëm do mirë. Ai thot nuk ka zgjidhet, nuk ka kandidat. termi zgjidhet. Po ja pra ku jam kandidat, se s'ka kandidat. Ti ke ikur. Po si do thotë, vetë përjashtimi, prit shqipen prap. Mbetemi te shqipe, vetë përjashtimi është kur ti vetë ikën, përjashtohesh, nuk je. Po mima, është formere kjo doktori. Doktori, bile unë tash nga kjo doktori. Fal, Ervin, ta them pak me humor. Ka kohë në moshë të turprohet sa doj, por ky është vetë turprim i Sali Berishës. Dhe po ta them, është frikacak. Nëse deri tani njerëzit kanë menduar dhe kanë krijuar mitin e një njeriu i cili për shkak se vjen nga një kontekst historik i caktuar, ka një aurë etj, tani po tregohet frikacak. Ka frikë ty ngar. Dhe ku po ta them, ka frikë të bëj përballje. Edhe argumentash. Ai do të përballë. Po pse nuk e bën garën? Mirë. Po edhe po ta dikosh prapë doktori fiton, po ai duhet të hapi garën, ti je dakord? Pra gara duhet të hapur. Ja po këtë po ta them. Nëse kandidon diku 15-20%, besoj. Jo, më po ta them unë që të fitoj. Jo. Me doktorin përballë? Të bëj me doktorin përballë. Me këtë listë militantësh që ka Partia Demokratike? Jo. Doktori përballë. Doktori merr plagosje dhe i bie autoriteti, por jo se Kjo është një tezë. Unë po ju them një gjë si e njoh unë strukturën e Partisë Demokratike dhe nuk e njoh pak. Sepse të gjithë më thoshin që nuk fiton dot Korç, zonën elektorale që kisha. Fiton, dola para. Të gjithë thoshin edhe humbën 2023-shën. Unë isha drejtues politik aval, fitova. Tani po ju them një gjë, që Sali Berisha, dhe nëse ka një kandidat tjetër që të jetë, po themi, i pranueshëm në garë, është kaq i konsumuar, sa mjafton që njerëzit shkojnë në kutinë e votimit fshet për ta larguar. Dhe këtë po ta them me bindje. Nuk ka njeri në Partinë Demokratike që nuk thot që duhet iki se po na merr shpirtin. Po e mban peng Partinë Demokratike. Jo, këto mitingjet e mëdha, ku i kemi mitingjet që thot doktori, a ke dëgjuar doktorin? Nuk e dëgjoj doktorin më. Do bëjmë shaka tani. Jo, s'po bëjmë shaka, thot ky është mitingu më i madh i 35 viteve. Ata që dalin, thot ai, Ervin, tani do ma dëgjosh të them çfarë thënë njëri. Ti e ke inat. Po jo nuk e kam. Ai ka turmën plot, po gjithë ato njerëz ka. Është e parë. Dakor, unë jam dakord. Unë nuk e di kur do të qëndroj shesh për të zuar Ramën. Jam dakord me qendrimin tënd. Tani unë të them këtë gjë, që të gjithë njerëzit dalin protestojnë, pa diskutim bëjnë një akt heroik përballë këtij regjimi. Por ata njerëzit që shkojnë kundër Ramës, për shkak se është Sali Berisha kryetar, janë shumë pak. Janë protestat më të dobta që Partia Demokratike ka organizuar në historinë e saj. Dhe më thënë njëri se mua më vjen tani si mos i them unë këto se është edhe kështu po. Edhe tani ta dëgjojnë mirë se ta dëgjojnë shikuesit ta më të dobta historike. Protestat e mëdha të doktor Berishës, pra që thot Berisha më të mëdha të historisë. Po nxjerri pak. Po mirë, pra dakor, plot. Tani dy element ka dhe errësira mund mbuloj shumë gjëra. Edhe boshllëqet. Por nuk e mbulon dot pa aftësinë e drejtuesve të Partisë Demokratike për të nxjerrë njerëz e para. E dyta, tani mua vjen keq mos e prandaj i them disa të vërteta që ne ta mbushim sheshin plot, se edhe mua më shohin përfaqësues të Partisë Demokratike. Kalova të nesër pas protestës diku. Tha njëri kisha di e tha festën e Synit Llikut çunit, kisha më shumë njerëz se ju tha. Disa zorë merrdi apo jo? Po të nuk mund mbledhi një familje që ka bërë Synet çunit më shumë se sa mbledh Partia Demokratike. Tani unë këto se mi thonë edhe mua, dhe unë nuk i mbaj dot, edhe dalë të them o zotërit, duhet ndryshojmë se nuk ecim dot me kështu. Si të them unë tani, janë protestat më të mëdha historike ato, po cili është se dakor, vazhdoje tjetrën. Deri tani ka rënë një 15 herë Rama, do bjerë edhe në 8 maj. Do bjerë prap, do ta rrezoj. Me 8 maj ka mbaruar. Dakor. Tani unë ku jetoj? A jetoj këtu apo të them edhe unë jam në Ora më dëgjoj Ervin, me 8 maj bën namin Berisha. Po dakor, përgatitur gjithë, dëgjova këtë Flamur Nokën e gjithë këto liderët të tjerë që janë të kryesit. Shpresoj shumë që do bëhet nami thande. Unë shpresoj shumë që të jetë ashtu dhe nëse rrezojnë Ramën 8 maj s'ka nevojë as për të bërë zgjedhjen në 25 maj pastaj. Edhe këtë unë shpresoj. Bile po ta rrezoj me 8 maj dhe ti bësh me Berishën pastaj. Por deri tani, po nuk bën, por i jap dorën. I them ta gëzoj edhe të eci. Edhe do e mbështes me të gjitha. Ervin, por deri tani edhe një pyetje tjetër se po shkojmë drejt fundit, se në emisioni se më kujton pritet të gjë tjetër, se populli ka gjëra të bukura shumë. Lidhet njëherë me këtë historinë, se kjo është histori e vjetër, me sa duket është narrative këtij, Rozum tani Ramën e Rozum. Mbledhim një këshillin kombëtar kur ishte kryetar Basha. Edhe tek këto
shkruhet me të njëjtën gjuhë. Edhe shkruajnë që nga sot vendosim që Edi Rama s'esh me kryeministër, kështu. Edhe merri i jati një kolegu tim që pasaj e thot vetë, s'do ta përmend, e merr e thot ore thot, po ju pas keni qenë maskarinë, thot, po ju pas keni qenë të poshtër. Po çfarë kemi babe thot, çfarë ka ndodhur kështu? Po ju e pas keni pas në dorë këtë, po se bët më parë jo këtë, ta kishit rrëzuar. Pse lini në fakt, ore, po pse lini unë pas kaq kohë e vërtetë? Edhe protestat e kohës së Turit, domethënë ku ishte Lul Basha dhe ju bashkë me Lulin, kanë qenë shumë më të mëdha. Po ishte më të mëdha, po mlidhte popull. Më të mëdha. Dhe shikonin në televizor si gazetar për ta ndjekur se gazetari nga terreni dhe i mlidhte para kryeministrisë dhe në momentin që thotë Luli që t'i bjem pas kryeministrisë, dalim pak të drejtoria policisë, atëherë thoshim mbaroj kjo punë, nuk ka rrëzim të Ramës sonte. Edhe Saliu paka shumë këtë pëndjek. Të njëjtën gjë. Hellca. Por fati madh për ne që jemi aktor politik, po edhe për ju që jeni në media, është që çdo javë apo çdo 2 javë takohemi me historinë. Se kështu janë këto. Këtë javë do takohemi me historinë. Po sa herë e keni parë ose herë bllokuar Lana? Nga që Rama do përfundojnë lanë, pra. Është bërë namë. Rama do përfundojnë lanë, nga që është edhe i gjatë këtë dreq, edhe është blokuar lana disa herë, se e ka jetë në lanë shpesh. Ervin, të bëj një pyetje të parafundit. Jo të edhe me këtë, po plakat i ke parë se si plakat e bulevardet, se si janë bërë kështu, cop. Nga që triqet zvarë e Rama, se këtë javë do të treqem zvarë, thot Berisha. Pastaj javën tjetër, këtë javë troqem zvarë, ky ka marrë fund, po dalim prapë. Po ka marrë fund e që dalim prapë në kodë, pra. Tani duhet të jemi serioz, bra. Unë përpiqem të bëj një politikë që shkon te qytetari dhe është serioze, se po me cicmice unë i bëj gjithë parashikon si ta duam ta vendore te viti i tarshëm me këtë mënyrë si funksionon PD-ja. Pakënaqësia e qytetarëve ndaj Edi Ramës është në nivelet më të larta. Se ka një element që është shumë i rëndësishëm që njerëzit këtu nuk e marrin shumë parasysh, politikanët, për arsye të vetat, por nëse manipulojnë zgjedhjet, sondazhet që i bën vet, po themi, lere sondazhet që mund dalin nga media me linjë editoriale të caktuar, nuk t'i vjet njëri. Dhe pakënaqësia ndaj qeverisë është 60%. Mbështetja ndaj Sali Berishës është nivelet më të ulta historike. Dhe prandaj them, nëse zoti Berisha të riqet, Partia Demokratike ka mundësi të fitojë bashkitë. Nëse Partia Demokratike vazhdon me largime. Edhe Tirana? Tirana është kryesore, se është motori i zhvillimit të ekonomisë. Kushti që fitohet Tirana, ju thoni që duhet iki Berisha nga kryetari i PD-s? Absolute. Ata them edhe këtë që është hapur qartë. Je vetëm një herë që e ka fituar Partia Demokratike Tiranën me problematikat e veta, që ishte viti 2011. Me sa 10 vota që i morin me ambasadorët. Me 10 vota e fshiu Sali Berishën nga Tirana. Mbani mend. Fushata e zotit Berisha si kryeministër ishte në rrethe. Në porrethe. Në Tiranë ishte vetëm Lulzim Basha, Iniciativa për Tiranën dhe një ekip tjetër që e ktheu fituese Partinë Demokratike dhe që nga i moment Partia Demokratike në rastin më të mirë ka dalë në jo dha ambasadori amerikan atëherë të votat që shkojnë në mrej. Shiko, edhe nëse ka shkuar tek 100 votat, është prap fitore. Pra është 100 diferencë. Unë po them atëherë që mos e kemi këtë kështu. Rezultati më maksimalist që ka marrë Partia Demokratike në Tiranë është kur zoti Berisha është larguar nga fushata. Ervin, ishte kënaqësi në këtë intervistë me ju, por para se ta mbyll, po i bëj një këshilla, sugjerim edhe një herë Ervinit që të mos shkojë te Selia Blu siç tha që do shkojë, se kështu është mirë, i pa të dëmtuar, i pa të cekur. Mos shko Ervin, se do kërcasi druri kur të hysh, po më dëgjoj mua. Megjithatë nuk e di nëse keni koment fundit. Ishte kënaqësi, më vjen mirë që bën intervistat të këtij formati edhe të një stili tjetër, se shumë mirë që të shkoj në formë të ndryshme tek publiku. Më vjen mirë edhe që thu që duhet të kem kujdes, se deri tani më kanë akuzuar që ju kam dalë unë me drup, ndërkohë që kanë ardhur ata. Kështu që do ta marr parasysh pavarësisht se për shkak të eksperiencës apo edhe të ngjarjeve jo të lehta që kam kaluar nuk më bën përshtypje gjë më. Atëherë emisioni mbyllet për sonte. Edhe një herë kërkoj shikuesve tanë të nderuar që janë në webin në kohajon.com, që janë afërsisht 1.1 milion shikues në portal, në YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Mund ta ndiqni emisionin me zotin Ervin Saliani. Miropafshim.
Juaj on debat nga Nikol Lesi.